Mimrama, ajo që para 2-3 muaj kemi folë për politikën, po ashtu dhe për sigurin, edhe që kemi konceptu dhe mendu ashtu si që ka qenë para 2-3 muaj, tani më nuk pothuaj se nuk është. Spaku në retorik nuk ekziston më një qasje tillë ose një diskurs i tillë mbi politikën dhe sigurin, qoftë lokale, po qoftë regionale edhe asaj globale. Në kryet e Amerikës ka ardhur administrata Trump, e cila ka ardhur me një frymë, me një diskurs të ri, me një diskurs që për atë politikën kushtimisht them monotone të kaluame, kjo po duket shumë agresive. Tash në krejt këtë farë relacioni është edhe Kosova, janë edhe shqiptarët, jemi edhe ne në Ballkan, domethënë që e kemi një farë droje se çka do ndodh, është diçka shumë e re, sidomos pas luftës së dytë botërore, kjo është ndoshta një nga format më të reja diskursive mbi politikën dhe sigurinë globale. Për me folë për këtë temë, sonte këtu në Prizmë kam Burim Ramadanin. Burim, mirë se erdhën në Prizmë. Mirë se je, faleminderit shumë dërgush. Paka shumë e kemi ditë ka po shkon politika, do me thonë, ka pas një diplomaci që shkon caktohen emisar, shkojnë, flasin, vinë e shkojnë. Mirë po sot një politika globale ka ndryshu edhe po ndryshon prej zyres ovale në Amerikë. Atje po merren vendimet, atje po prej andej po jepen mesazhe, po qohen mesazhe, edhe prej atje edhe po dalin edhe këto perspektiva të reja mi politikën e sidomos mi sigurinë në botë. Çka është kjo në përgjithësi, që shpeshe? Fakt, po besoj që në pjesën e parë, ose në pamjen e parë, është ajo që mund quhet ballafaqim me të vërtetat brutale. Pra në termat e sigurisë edhe globale, po mbi gjitha kombëtare, llogaritën faktet brutale në terren, faktet brutale në aleanca dhe faktet brutale në kapacitete vetanake, ose kapacitetet që ka në shtet. Edhe në të tri këto, po besoj që një vërtet, ka shumë të vërteta brutale të cilat po vendosen para publikut botëror. Një prej tyre është që aleanca e perëndimit nuk ka qenë e barabartë dhe kjo është një vërtet brutale që po vendoset ndoshta në formën jo krejt kurtazie të diplomacisë, por se që ka pas jo barazi në kuptimin e kapaciteteve dhe investimeve në siguri dhe mbrojtje. Kjo tashmë është pa pikpyetje ose pa dilemë kudo në përbot. Dhe jemi në një periudhë në cilën jo vetëm si koncept i njohur i trazimit sigurisë globale, por edhe si praktikë që po e shohim për ditë, është kjo bota e trazuar e cila është duke i vendos se cilat janë kërcënimet edhe rreziqet, po të njëjtën kohë edhe mundësitë e 2 ose 3 dekadave të ardhshme. Nëse i kthehemi prej periudhës viteve 90-ta, pas rënjes së BRSS-s, kërcënimi kryesor për dikon 15 vjet ka qenë terrorizmi global, dhe kryesisht është ndërlidhur me njëherë pas sulmit terrorist 9/11 në investitorit në SBA, në cilën NATO për herë të parë ka përdorur kapitullin ose nenin 5 të paktit. Dhe pastaj kemi pasur dikon rreth po ashtu 15 vjet të një ballafaqimi me kërcënimin në rritje të Federatës Ruse, e cila i është kthy, sidomos në vitet 2004-2005, i është kthy asaj idesë neoperandorisë ruse, në kuptimin që jo vetëm politikën e jashtme, jo vetëm të shtetet rreth kufirit të tyre, por të ndikojë edhe të përzihet edhe në shtetet larg kufirit rus. Dhe tashmë po duket qartë se kemi të bëjmë me një riaranzhim të kërcënimeve ose vlerësimit për kërcënimet e sigurisë globale dhe të rolit të secilit shtet. Dhe në këtë rast po duket që është brutale si ballafaqim me këto të vërteta,
por se bota ndoshta ka pas nevojë që të ballafaqohet me këto të vërteta. E këto të vërteta janë që bota është unipolare në kuptimin e sigurisë, pra është SBA-ja, Amerika dhe të tjerët, dhe aleatët të cilët kanë marrë ombrellën e mbrojtjes dhe sigurisë amerikane, e kanë marrë për një periudhë si të mirëqen këtë ombrellë të sigurisë, cilën po duket që është e domosdoshme të ndryshohet. Kjo retorika që është mbi vendos, prej Trumpit duket që nuk ka as pak diplomaci, çfarë jemi mësu, mënyrë diplomatike, mi thonë. Ose atë kurtazin diplomatike që jemi mësu tradicionalisht. E përmendet 15 vitet e fundit dikun të 2004-2005, Rusia, konkretisht me udhëheqësin e saj Putinin, fillon një mënyrë tjetër, a fillon këto dhe kjo lufta hibride? Lufta hibride si koncept është konceptu pak më vonë, dikon vitet 2014-15, por se po, do më elementet e saj fillojnë prej 2003-2004, kur fillojnë lajme të rreshme shpërqendrimi, përhapja e konfuzionit, përhapja e mosbesimit, si veprime me strategji ushtarake, por jo me veprime ushtarake të pushtimit apo veprime operacionale ushtarake, dhe si e tillë kjo luftë është identifiku në formën më të saktë dikon në vitet 2012-13, tash po flasim për 12 vjet, 13 vjet prej tash, dhe kanë filluar të ndërtojnë kapacitetet që përballen me këtë luftën hibride, e cila normalisht lidhet me Gerasimovin, njërin prej generalëve kryesorë dhe tashëm të Federatës Ruse, i cili e ka pas një fjalem, i cili është kthyer edhe në shkrim pastaj, ku flet se çka duhet bëj Rusia për ta kthyer influencën e vet nëpër botë, dhe dikur krejt ma vonë, në vitin 2018-19, edhe studiuset perëndimore kanë po që Rusia ka qenë duke i bërë gjitha ato veprimet që Gerasimovi ka thënë që duhet i bëj. Pra në farforme Gerasimovi e ka paralajmëruar perëndimin për luftën e re që po e bën Rusia, e cila në doza caktuara dhe ka pas efekte të këqija për perëndimin, demokracinë, edhe për ne këto në Kosovë dhe në rajon. Dhe kjo kryesisht është me rritjen e rrymave ekstremiste, me mosbesimin në procese demokratike, në delegitimimin e vendimeve, proceseve dhe institucioneve, në konfuzionin edhe të vetë demokracisë. Delegitimin të vetë demokracisë. Absolutisht, sepse të ke fundit këtu del qëllimi armiqësor i kësaj lufte. Pra është dëmtimi i demokracisë si sistem i qeverisjes dhe kthimi ka autokracia ose kombinimi mes autokracisë edhe diktaturës që mundet më po në Kinë kryesisht, po edhe në Rusi. Pra emi ka folën për një periudhë mbi një dekadëshe, një lufte shumë intenzive, për cilën perëndimi dhe shtetet tjera, përfshirë edhe shtetin tonë, nuk kanë qenë të përgatitur për të përballë, dhe të njëjtën kohë me periudhën kur zhvillimi i teknologjisë informative e ka pas bumin e vet. Ndoshta në të ardhmen do të ketë shumë më shumë, po deri më tash zhvillimi i teknologjisë informative ka qenë në këto 15 vjet të fundit. Dhe tash është sa shpesh ose sa shumë diskutohet për inteligjencën artificiale si instrument i luftës armiqësore. Po të njëjtën kohë duhet të diskutohet se si inteligjenca artificiale mund të më kthy në instrument sigurisë kombëtare, pikërisht për të përballë me luftat e tilla hibride. Pse hibride? Thjesht do të thotë është për publikun, po flasim për kombinim të mënyrave të luftuarit, e cila asnjëherë nuk e përjashton në luftën klasike, sikurse po ndodh tash në Ukrainë. A mund të themi që hibride është forma të ndryshme diskursive të luftës? Forma të ndryshme të operacionalizimit të veprimeve. Ka luftë hibride, ose kuadrat luftës hibride janë operacione psikologjike. Për shembull, flasin për një rrezik shëndetit publik, ose të ujit, ose të pasërtisë të ujit, në cilën qytetarët nuk e kanë
problem pastaj çështjen e ujit, po e kanë problem çështjen e besimit në institucione për sigurinë e ujit. Pra është operacion psikologjik në cilën pasere kemi pas edhe këto. Absolutisht. Prandaj theksoj sepse këto janë pika të veprimit të kësaj luftës asimetrike dhe hibride, e cila mbi të gjitha synon t'ja kontrolloj mendjen njerëzit në shoqëritë demokratike ose ato që pozicionohen me qenë demokratike. E problemi kryesor është, sikurse është edhe shoqëria jonë, që synon ose është në konsolidim të demokracisë, sepse kthimi mbrapa është shumë i lehtë. Është shumë vështirë me fitu luftën hibride në Francë, po shumë më lehtë me fitu luftën hibride në Gjermani. Sepse Gjermania para 60 vjetësh, 70 vjetësh, ka pas mendësi qeverise diktatoriale fashiste, cilën nuk e ka pas Franca. Dhe anipse janë dy vendet të konsoliduara në demokraci, por është shumë më lehtë me dëpërtu në rastin e Gjermanisë, e mos flasim për shtetet sikurse ose shoqëritë sikurse janë këto tona të Ballkanit. Gjithçka që ka rrjedh në politikën botërore, që ka marrë një rrjedh që nuk po dije se ka do të shkojë, domethënë ku do të përfundojnë këto rrjedha, vjen nga Trump. Ajo që ka du të diskutoj me ju është kjo, se ne i kemi edhe hallin tonë, domethënë si vend, si shtet, si shoqëri, domethënë. Cilat duhet të jenë në kuptimin edhe të sigurisë edhe të politikës, cilat duhet të jenë raportet tona, domethënë çu do të vendosen, megjithëse është vështirë edhe të kuptohet edhe të dihet. Mendoj që është shumë herët me pas se cili do të jetë efekti Trump në përbot. Por mbi gjitha në këto një muaj e pak që Trumpi është në detyrë ose në zyre, e kemi diçka të prekshme. Po. Dhe ajo është influenca amerikane në botë. Pra, nëse kjo influencë do të mbetet e ngjashme dhe në fund mandatit, sigurisht që edhe amerikanët e studiuesit do thonë që kemi pas një president që e ka shtrirë influencën në formën ndoshta shumë të vrasht, po formën më të madhe të mundshme. Por kjo është parashikim sepse do të shohim se si do zhvillohet. Ajo që për ne besoj është jashtëzakonisht më rëndësi, është ta kuptojmë sjelljen, logjikën edhe mënyrën e veprimit të administratës Trump. A mund ta kuptojmë? Kjo se shumë kush e paraqet si të paparashikueshëm. Deri edhe në paparashikueshmëri ka disa elemente që mund të jenë parashikueshme. Për shembull, shpagimi. Do thotë është jashtëzakonisht e dukshme që mënyra e veprimit Trump është shpagimi për mbrojtjen që e ofron për shtetet, rajonet, gjeografitë apo të tjera. Pra jemi duke diskutuar për një periudhë në cilën vërtetohet që nuk ekziston diçka si që thuhet drejka falas. Pra nuk ekziston falas siguria dhe nuk ekziston falas miqësia. Pra jemi duke folur për një periudhë në cilën fjalët e mira për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fjalët kurtazie edhe të popullit, edhe të leadershipit, edhe shtetit në tërësi, se sa shumë ne e duam Amerikën, nuk janë të mjaftueshme derisa veprimet tona nuk koordinohen dhe të njëjtën kohë nuk janë në interes të përbashkët. Pra, unë mendoj që ekziston një koncept cilën shteti i Kosovës e ka të domosdoshme. Është thuhet dime. Pra është diplomacia e cila duhet ta çarçoj pozicionin e Kosovës në secilën prej aspekteve të politikës jashtme amerikane, është informacioni pra informacioni në cilën Kosova edhe duhet të depërtoj, ose shkëmbej shumë më shumë informacion, është mëja militari, ushtria ose siguria në tërësi, që nënkupton edhe rritjet kapaciteteve vendore, po mbi të gjitha trajtim të Kosovës si një instrument i vlefshëm për politikën e sigurisë amerikane dhe është ekonomia në cilën zoti Trump e ka shumë të theksuar.
dhe nëse kthehemi në vitin 2020, kur ka pas marrëveshje në Shtëpi të Bardhë, atëherë ka qenë kryeministër zoti Hoti, pjesa më e madhe e marrëveshjes ka qenë orientuar ka ekonomia. Pra nëse leadershipi i Kosovës, leadershipi i ri që mund ta udhëheqë qeverinë e Kosovës, do të fokusohet në këto 4 elemente, unë besoj që ka hapësinë të mjaftueshme për ta lexuar, për ta kuptuar se cili është qëllimi dhe mënyra e veprimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse ne nuk kemi kapacitet, e që duhet në zemër, dhe thënë, shpesh dyshoj edhe kapacitetin institucional në aspektin e leximit të mesazheve edhe të orientimit politikave, nëse nuk kemi kapacitet që me këtyre 4 pikave DIME ta kuptojmë edhe të veprojmë së bashku, atëherë pasojat do të jenë jashtëzakonisht mëdha, sepse ne jemi një prej shteteve në botë e i vetmi në rajon që nuk ka ekzistencë të garantuar. Garantimi i ekzistencës është vetëm prej marrëdhënieve me SBA-n, prandaj raportet tona me SBA-n janë ekzistenciale. Nuk është shumë, nuk është përsëritje e pavlefshme nëse ne e themi për çdo ditë këtë, ja themi vetës spori, e pastaj leadershipit. Me thatë burim ka të atill që po thonë që apo e sheni që Trumpi çka i tha Europës, qysh e po e në shkallon, kështu që ne jemi në Europë dhe duhet mbështetemi ka Europa. Bile këtë e thonë edhe mbështetësit e zotit Kurti ta zëmë, që Amerika është largë. Në fakt, kjo besoj që është një prej ndërhyrjeve psikologjike që ka ndodhur në Kosovë, e nuk shihet vetëm në Kosovë, ka ndodhur edhe në vende tjera të Ballkanit. Pra është ndërhyrje edhe është pasojë e luftës hibride armiqësore ruse edhe serbe. Unë mendoj që çështja edhe dallimi ynë në konceptumit e sigurisë tonë kombëtare nuk është me nuanca. Pra ka dallim themelor të atyre që shohin raportet tona ekzistenciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kuptimin edhe sigurisë kombëtare të ekzistencës së shtetit, dhe atyre që mendojnë se Kosova është gjeografikisht në Evropë dhe fakti që ne nuk jemi Meksik, sikurse është thënë më herët prej zotit Kurti, na largon ose na afron mundësinë që ne të punojmë me Evropën më shumë. Shëni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që janë umbrell e sigurisë për ne, po janë edhe për Evropën. Është e qartë se institutet, ta themi, akademike edhe mund të analizojnë se si do sillet Evropa për ta parë se si shtetet që joni mund të sillet në të ardhmen. Por se faktet, nëse i kthejmë fillimit, faktet brutale, sigurisë kombëtare tonë flasin dhe dëshmojnë për një garanci të vetme. Dhe garancia vetme është lidhja jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, unë nuk besoj që Kosova në këto, nëse i ndjek këto 4 hapa, DIME, e vendos veten në mes Amerikës dhe Evropës, apo vetëm ka Evropa, sepse jemi duke fol për një aspekt që për shembull një prej generalëve të njoftën Amerikan Matisi thotë që lufta s'ka përfunduar derisa armiku nuk thotë që ka përfunduar. Pra ne jemi në armiqësi të hapur me Serbinë, edhe në aspektin territorial, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin e ekzistencës sonë. Dhe armiku ynë nuk ka thënë që lufta ka përfunduar. Prandaj, për e vetmja formë, është që ne të kemi kapacitetet e përbashkëta që mos ta lejojmë armikun tonë tashmë shekullor. Ajo që e thatë ju më herët, që miqësitë nuk janë të mirëqena, të garantuara, sidomos në politikë, domethënë. Nuk ka diçka nuk ka siguri per se, domethënë siguri kombëtare, siguri të nivelit. Edhe po shihet tash në këtë leximet tuaja mbi sigurinë, mbi këto relacionet politike mes Trump dhe Putin.
është kjo që Trumpi është politikani i cili po dënë të ndërtoj një relacion me Rusin, ndryshe për relacionet që i kishin më herët? Duket që ka elementet mjaftueshme për me pasi ndryshim të qasjes amerikane ndaj Federatës Ruse, sidomos të leadershipit, pra Trump-Putin. Por kësaj patjetër se duhet me pa aspektin e vlerësimit të rreziqeve dhe kërcënimeve globale. Pra nëse jemi duke u fut, e mbindjen time jemi duke u fut në periudhën kur po rivlerësohen se cilat janë kërcënimet globale, dhe nëse në këto kërcënime globale Kina është numër 1 dhe jo Federata Ruse, nëse në këto kërcënime globale Irani, Kina, shtetet batakçi që i quante presidenti Bush, nëse ju kujtohet, Korea Veriore e të tjerat, shihen si rrezik për hemisferën perëndimore, ose veri perëndimore, ata jemi duke në ndryshim të raporteve. Por këto raporte, perëndim Rusi, asnjëherë në histori nuk kanë qenë të shkëlqyeshme. Nuk mbohet mend që perëndimi dhe Rusia, prej perandorisë së saj gati 8 shekuj më herët, kanë pasur raportet të cilat e kanë vendosur botën në një paqe të përhershme ose të paqe të qëndrueshme. Megjithatë raportet e tyre kanë qenë raportet e të fortëve. Absolutisht. Por edhe çka pam herën e fundit, Amerika dhe Rusia në Këshillin e Sigurimit votuan njësoj. Po, edhe kjo interesante dhe kjo nuk është pa ka kohë që nuk është pa. Kjo nuk është pa gati 20 vjet, ndoshta 15 vjet, sepse prej aty fillon. Edhe kjo nënkupton që ka një elemente për një ujdi të mundshme se me i pasi cilat janë kërcënimet, por kjo unë nuk besoj që e rrit forcën e ndikimit të presidentit Putin në përbot, sepse nëse shihni qasjen e tashme, Putin, të paktën deri më sot, Putin është kthyer në një follower, në një përcjellës të politikës së Trumpit. Dhe kjo duke u lidhur me faktin që Perëndimi dhe Rusia s'kan pas paqe të qëndrueshme asnjëherë, po as nuk kanë pas luftë frontale përpas rasteve të këqija të Perëndimit Bonapartës edhe të Hitlerit me rusët. Atëherë na po flasim për një mbivendosje trumpiste. Me dimnin e Rus. Po, dy herë i përsëritur. Po flasim për një mbivendosje trumpiste të politikës globale në cilën Rusia më nuk është ai poli tjetër. Është bashkuesi ose followeri përcjellësi i polit amerikan. Dhe nëse e shihni edhe parashikimin e Bankës Botërore për rritjen ekonomike për vitin 2025, e shihni që llogaritet që Kina do të ketë rreth 4.7% rritje ekonomike, derisa SBA ka 1.6, 1.7, Rusia 1.1 e të tjera, pra po flasim për një kërcënim tjetër. Dhe ky kërcënim tjetër pastaj është kundër në thelb, është kundër civilizimit perëndimor, pjesë e cilët herë ka qenë dhe herë ka qenë jashtë Rusia. Një temë që nuk po diskutohet këto ditë, domthonë Bashkimi Evropian, zgjerimi i Bashkimit Evropian, politikat e Bashkimit Evropian. Ky diskursi i Trumpit po e veçon Europën si kontinent, jo më si një kushtimisht domthon tash cili do të jetë relacioni këtu, si do të gjendet në Kosova, ne kemi edhe një problem që është problemi i dialogut. Tash a ka vend për dialog? Dikush mendon që Trumpi do të ketë një zgjidhje me gërshër shumë shpejt ose në të ardhmen në zyrën ovale ku do t'i mbledh udhëhecit e serbëve dhe të Kosovës, do t'ju thotë ky është problemi, kjo është zgjidhja. Çështja më e mirë për Kosovën do të ishte sikur dialogu me Serbinë i lësuar prej BE-s,
tjetë i përmbyllur, pra të shpallët i përmbyllur. A mund të bëhet kjo? Unë besoj që mund të bëhet edhe në trendin e politikës jashtme trumpiste, ose të presidentin Trump, nuk përjashtohet, unë e shoh tepër të mundshme, mundësinë e një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës e Serbisë, apo mes Kosovës dhe SBA-s dhe Perëndimit, sepse fuqia zbatuese perëndimore amerikane është jashtëzakonisht e madhe. Dhe këtu dallojmë ne, dhe kjo besoj që është një prej pikave ose elementeve që shumë politik bërës në Kosovë dhe elitë shoqërore ose e neglizhojnë ose nuk e shohin apo nuk e kuptojnë. Aftësia zbatuese e çfarëdo lloj zgjidhjeje finale është tepër e madhe, është vendimtare në duar të amerikanëve dhe NATO-s, ta themi. Pra, cila do të jetë ajo zgjidhje? Nëse qasja jonë është e gabueshme, zgjidhja do të jetë shumë e keqe. Nëse qasja jonë do të jetë proaktive, zgjidhja do të jetë shumë më e mirë se sa që është rreziku, po zbatimi i saj bëhet me trupa amerikane, me trupa të NATO-s. Ne edhe, po themi kushtimisht, sepse s'dua asnjëherë të nxjes dilemat paqena ose friksuese, po edhe në rastin më të keq, nëse e kam thonë edhe në libër me qëllim po e theksoj. Nëse ne duam Kosovën ndarë territorialisht dhunshëm, apo në këtë status quo, ne vetëm duhet të ndrojmë kështu që jemi. Pra, pa strategji, pa qartësi, pa politikë përbashkët kombëtare, shtetërore, për ato çka duam të ndodhë në 10 vitet e ardhshme. Nëse ne e dim çka po duam në 10 vitet e ardhshme, unë jam i sigurt që aftësia zbatuese amerikane është garanca. Tash nuk jemi tu e ditë çka? Unë mendoj që nuk jemi tu e ditë. Mendoj që nuk kemi strategji dhe platformë kombëtare gjithëpërfshirëse ndërinstitucionale, kemi qëndrime këtë kundërta të cilat nuk janë as strategjike dhe as taktike. Se është një koncept i njohur i Sun Tzus, unë jam për një merë Sun Tzus, i vendosur të themi. Sun Tzu thotë që strategjia pa taktika është fitore nga dalshme, me shumë humbje, po është fitore nga dalshme. Po thotë taktikat pa strategji janë vetëm zhurmë para humbjes. Pra nuk është shans që me taktikat fitohet lufta. Me taktika mund të fitohet në mbetejë, por lufta është e humbur gjithsesi. A kemi taktizu këto kohë në këto vite? Absolutisht taktizim i pastër, i qartë, i dukshëm ka qenë sidomos në 3 vitet e fundit. Mendoj që ka qenë taktizim i cili vetëm e ka dëmtu pozicionin e Kosovës si aspekti sigurisë kombëtare. Nëse veprimet e para, ta themi të para 4 vjetëve, edhe të kryeministit Kurti, do të përcilleshin si veprime strategjike, me taktika në për to, jam i sigurt që Kosova do të ishte në një pozicion jashtëzakonisht më të mirë. Pra, fillimet e veta është dukur që ka një strategji e cila do ta arrijë ta vendosë Kosovën në bashkëveprim edhe me NATO-n, me SBA-n, në zbatimin e ligjit, në qasjen e saj në këtë teritorin, në vendimet të mëdha e të tjera. Porse, e vërteta ka dalë që gjitha, po duken që kanë qenë taktika cilat çka kanë dobësu pozicionin e sektorit sigurisë Kosovë. Kanë marrë, ne tashmë kemi ndoshta më shumë se 10 komunikata të Departamentit Shtetit, pra përflasim prej Washingtonit, cilat tentojnë ta vëdësojnë Kosovën edhe opinionin publik, se raportet mes nesh janë në pikën më të ulët, që SBA-ja nuk ka hapësirë që të loboj për Kosovën, dhe deri te më skandalozja që ka qenë që politika, qeveria e Kosovës po e instrumentalizon policinë e Kosovës për qëllime politike. Pra, këto janë gjurmë ose plagë të jashtëzakonshme për sektorin e sigurisë, sepse nuk janë plagë që shërohen lehtë. Dhe si tilla këto taktika e kanë dëmtu dhe si tilla, si dëmtuese,
duhet të largohet një herë për gjithmonë. Dhe kjo mund të largohet nëse ne e dim çka po duam, edhe në raport me dialogun dhe me aftësinë zbatuese. Pra nëse Kosova arrin që me pas zgjidhje finale me SBA-n për dialogun e për gjërat të ngjashme, në zyrën ovale, në shtëpinë e bardhë, atëherë zbatimi, ne nuk kemi me pa Serbinë zbatim, ne nuk kemi me pa ushtrinë e Serbisë, sepse i kemi trupat amerikanë dhe trupat e NATO-s. Por njëjtën kohë, nëse zgjidhja është e keqe, prap nuk kemi me pa Serbinë, s'kemi me pa ushtrinë serbe, sepse kemi me pa zbatuesit, dhe zbatuesit janë amerikanët dhe evropianët. A mund të ndodhë që tash në Bashkimin Evropian të ketë në i farë filizit të asaj që vendet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian përshpejtohet si procedura, do të ishte diçka që mund ndodhë, ose diçka që do duhet ndodhë, ose... Kjo do të ishte veprimi më i mençur historik i Bashkimit Evropian, duke u bazuar në 2 pika. Spari, Bashkimi Evropian ka politikë për bashkë sigurisë, si platformë, si politike dhe si ide, por jo si kapacitete. Pra Bashkimi Evropian s'ka kapacitete të sigurisë. Ato varen për NATO-s edhe shteteve individualisht. Dhe s'dyti, fuqia ekonomike, ose qëllimi incentiva ekonomike, ka qenë ajo që e ka mbajtur Bashkimin Evropian shumë gjatë. Suksesi i Bashkimit Evropian në raportet tashme me presidentin Trump dhe me botën në tërësi, është nëse Bashkimi Evropian dëshmon se nuk është projekt i vdekur. Dhe se ka gjasa të përfundoj si i tillë? Nëse shtetet veç e veç rrisin, sikur se po duket deri në 5% aftësitë ose të GDP-s për mbrojtje, jemi duke folur për fokus të shteteve në siguri kombëtare kogja tradicionale. Individualiste, dhe si tillë Bashkimi Evropian ndoshta nuk mund shpallet i vdekur per se, por se mbetet në organizat politike e ngjashme me OSBE-n, në cilën shtetet pasaj nuk do të kenë interes që të bashkohen, apo edhe nëse bashkohen nuk e shohin si veprim për siguri kombëtare. Pra, Bashkimi Evropian vetëm sukses momental mund ta tregoj në dëshminë që nuk është projekt i vdekur dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor këtë rast edhe Kosova të përshpejtohen në integrimin në Bashkimin Evropian. A mund ndodh kjo që ta zëm se Bashkimi Evropian do të ketë një politikë që t'i përfshijë edhe ata që nuk janë për shkak se kanë ndryshuar situata globale edhe e sigurisë dhe politike. A mund ndodh kjo kur Kosova dihet që e ka një delikt të hapur me Serbinë të problemin e dialogut, problemin me veriun e vendit? Pra ndaj është të mëzdashme që dialogot të përfundoj, pra të përmbyllet, dhe nëse i kthehemi asaj që e diskutuam më parë, të përmbyllet me një zgjidhje apo të përmbyllet me zgjidhje, qoftë në zgjidhje të neanshme Kosovë-SBA, qoftë në zgjidhje të trianshme nëse Serbia do të detyrohet edhe formalisht ta një ekzistencën e shtetit të Kosovës, ose shtetin e Kosovës. Pra, nëse në cilën do prej këtyre varianteve, unë nuk shotar në të dialogut, nëse trendi mbetet, veprimet mbetet sipas si trendi, zgjidhja do të jetë mes Kosovës dhe SBA-s, në cilën Serbia herët apo vonë do të detyrohet ta pranoj, por se kjo, nëse do të arrijmë aty dhe cilësinë e kësaj zgjidhje, dhe me qëllim për them zgjidhje jo marrëveshje dialogu, pra do të ketë një solution, një zgjidhje, një përfundim. Dhe cilësia e këtij përfundimi do të varet prej nesh, më shumë se sa prej aleatëve tonë dhe prej Serbisë. Pse prej nesh? Sepse çështja jonë edhe duhet të jetë argumentuese, edhe duhet të jetë e mbushur me krenari. Dhe pse po e them me krenari? Ne asnjëherë, as nuk është dashur ta shohim detazh, as nuk do ta shohim më tutje konceptin e shtetit tonë si padrejtësi ndaj shqiptarëve. Dhe nëse e dëgjoni sot edhe liderët kryesorë të shtetit
edhe në fjalimet në parlament, për shumë fjalimin vjetor në parlament, e dëgjoni duke thënë, po na bëhet padrejtësi. Ju lutem, ne jemi të zotët e shtetit Kosovës. Modeli ynë është jashtëzakonisht njerëzor. Pra ne duhet të dëshmojmë me krenari që i zgjasim duart minoriteteve, i zgjasim dorën për të jetuar bashkë me ne, për të jetuar në një vend normal, në një vend me qëllim të një koncepti qytetar, e cili nuk është replikim ose nuk është përsëritje e shteteve kombe, sepse në Ballkan janë përfundu pak më herët ato. Dhe nëse ne kthehemi duke e konceptu shtetin tonë si një padrejtësi historike ndaj shqiptarëve të Kosovës, të njëjtën logjik etnonacionaliste e kanë edhe serbët në Kosovë, e kanë edhe të tjerët. Por problemi, unë po flas vetëm për Kosovën. Dhe me të njëjtën logjik, edhe serbët Kosovës mund të pranohet e drejta tyre ose argumenti tyre. Dhe pastaj dalim te koncepti i ndarjes të dhënshme territoriale, në cilën anëherë po e them, nëse ka ndarje të dhënshme territoriale, ne nuk do ta shohim ushtrinë e Serbisë, sepse do të jenë ata që e zbatojnë trupat amerikane dhe të NATO-s. Qysh mundet me pas një koncept çfarë ju e folët kur pothuajse nga të gjitha anët, nga të gjitha anët politike që operojnë në Kosovë, kanë shpreh një farë mos lojaliteti me shtetin e Kosovës. Dorën zemrë përveç lidhjes demokratike të Kosovës, që ka majt një qëndrim kështu. Shpesher, se kur një politikan thot ne do të bëjmë bashkim kombëtar, ti automatikisht ja livrit këmbët shtetit këtu. Po du të them, se a ka pru kjo farë paqartësie në raport me shtetin, a ka pru që ne edhe mos me besu në institucione, mos me besu në gjykata, mos me besu në institucionet sigurisë, ka kriju një farë paqartësie në gjithë strukturën e shtetit. Dhe nëse kthehemi prap edhe në çështën që diskutuam më herët, përhapja e mosbesimit, shpërqendrimit, konfuzionit edhe delegjitimimin ose mungesës së legjitimitetit vendimeve, proceseve demokratike, është luftë hibride. Pra, unë e shoh si qëllim armiqësor të kësaj luftës hibride, rritjen e mosbesimit qytetarit të Kosovës për shtetin e Kosovës, për ekzistencën e shtetit të Kosovës dhe rritjen e kësaj pakënaqësie, grievances, si thonë në anglisht, sepse është më shumë se sa pakënaqje. Pra një lloj frustrimi, mlef, me gjithçka që po ndodh, thua që ne ishim në një situatë jashtëzakonshme ekonomike, politike, sigurisë dhe kur u bë shteti i Kosovës gjithë haron poshtë. Pra jemi duke fol me një situatë në cilën ne edhe duhet jemi krenar që kemi arrit ta kemi shtetin e Kosovës në kufit që i ka pasur të paktën prej kushtetutës 74, pra para luftës, ta themi, ose gjatë luftës, dhe të njëjtën kohë diçka që afërsisht nëse zgaboj dikun 601 në përbot kërkojnë diçka të tillë, çfarë kemi arritur ne? Shëne, absolutisht. Dhe i vetmi model i cili është edhe sukses yni, po edhe sukses i projektit përbashkët me Amerikanët dhe Evropianët, ose me demokracinë, është modeli i Kosovës në Ballkan. Intervenimi ndërkombëtar humanitar i NATO-s ndaj Serbisë është suksesi më i madh i intervenimeve humanitare në botë. Nuk ka pasur dhe nuk ka ende shembull më të suksesshëm se sa ndërtimi i Kosovës, rikthimi i refugjatëve brenda një periudhe më pak se 3 mujore, rindërtimi i krejt Kosovës në një periudhë më pak se 1 vjeçare, ndërtimi i institucioneve lokale qendrore, ndërtimi i fillesave demokracisë, e deri në shtetin e Kosovës, pastaj përmbylljen e arkitekturës sigurisë kombëtare. Ne ende kemi trupa të huaja, pra NATO-n,
në Kosovë që funksionon me rezolutën e 244 dhe e kemi bërë ushtrin. Dhe në vitin 2028, ushtria e Kosovës i përmbush kapacitetet ushtarake të planit 10 vjeçor. Pra jemi duke folë për një periudhë jashtëzakonisht të suksesshme, cilën vetëm ne s'po e shohim. Dhe vetëm duke mos e po, unë besoj që është dukshëm ndikimi e luftës hibride armiqësore, e rritjes së këtij shpërqendrimi në qëllimet nacionale. A jemi bërë edhe ne vedeshëm ose pa vedeshëm pjesë e kësaj luftës? Kur them ne struktura të ndryshme politike, institucionale? Nuk ka asnjë luftë hibride e cila nuk realizohet përmes akterëve shoqëror të atij shteti. Pra, pjesëmarrës jemi edhe ne. Jemi pjesëmarrës, një pjesë mund të jetë me qëllim që nuk e di sepse kjo do të kuptonte procedim penal të domosdoshëm, po shumica mund të jemi edhe pavedishëm. Por, kur ne flasim për padrejësi historike ndaj shqiptarëve të Kosovës, në shtetin e Kosovës, kur ne flasim për diskriminim pozitiv dhe flasim për minoritetet dhe flasim për drejtat që shqiptarët në Kosovë kanë hequr vetëm sepse na kanë thënë amerikanët, ne nuk po e themi një të vërtet brutalet, nëse kthehemi të vërtetat brutale. Sepse ky është koncepti i vetëm i mundshëm për ndërtimin e shtetit të Kosovës. Dhe nëse kthehemi në çështje etnonacionaliste apo të shteteve kombe, me të njëjtat argumente, ne edhe mund të bashkohemi me Shqipërinë, por jo e tërë Kosova, sepse kjo do të ishte e pa argumentueshme në cilën do nivel. Ajo çka po shtrëni ju gjatë kësaj pjesës që folët në fund, mbrapa kësaj po qëndron një diçka që do duhet ta bënim se kemi bërë ndoshta këto 25 vite. Ose se kemi bërë si duhet, ose se kemi bërë hiç. Domethënë ne kur themi ne, pjesa shqiptare, institucionale, edhe jo vetëm, nuk kemi dialogu me pjesën tjetër ose me pjesë tjera, me serb, me bosnjak, me turq, nuk kemi dialogu, nuk kemi ndërtu një relacion ku shtetin e Kosovës e shohim, ose ku na përfshin të gjithë dhe kushtetuta në kuptimin edhe praktik. Arend Leiphardt është një prej studiusve akademikëve që ka qenë, sepse nuk është gjallë, i cili e ka themelu një teori që është konstitucionalizmi ose ndarja pushteteve midis grupeve, që është saksesht modeli që e kemi. Unë dikon vitin 2006 kom pas mundësin me intervistu për rastin e Kosovës. Dhe ai me qëllim po i referona ati, sepse është emër jashtëzakonisht njohur. Dhe ai ka pas dy parakushte që thot për këtë model që të funksionojë. Parakushti por është ekzistenca e vullnetit të elitave politike dhe kryesisht të shumicës së atij vendi, dhe parakushti i dytë është mos ndërhyrja nga jashtë i shteteve ANM, këtë rast Serbisë. Dhe pyetja juaj është jashtëzakonisht e drejtuar te ky parakushti i parë. Pra edhe kur ka pas synim për dialog të brendshëm, për integrim të brendshëm, ka pas ana tjetër që ka cilësu të tillë si tradhtar në konceptet më të vrashta e më primitive që ekzistojnë. Dhe në të njëjtën kohë kjo nuk na ka leju pastaj, po them si shoqëri, që ne kemi vetëm një kërkesë për partnerët ndërkombëtar, që ata të jenë mes nesh dhe Serbisë, po në asnjë formë nuk guxojmë, nuk kemi guxuar dhe nuk duhet guxojmë të vendosim partner ndërkombëtar mes nesh si shumicë shqiptare dhe komuniteteve ma specifikesh komunitetit sërb. A mujna me marrë deri te që kjo pikë? Taktikat që ka ndodhur deri tash, absolutisht besoj që e çojnë te këtë pikë ku komuniteti ndërkombëtar mund vendoset mes nesh dhe komunitetit sërb, dhe si e tillë kjo nuk kupton ose zgjatje të status quo-s ose ndarje të dhunshme territoriale. Prandaj duhet kthy strategjinë ato që
mund quhet Kosova shtet ose shtëpi e gjitha komuniteteve, shtet ose shtëpi e gjithë qytetarëve që jetojnë. Dhe këto ta themi me krenarin më të madhe, sepse ne po e themi, sepse ne jemi të zatët të shtëpisë, sepse ne jemi ata që zgjasim dorën edhe e japim me krenari. Se ne ishim ata diku që s'kishim shtëpi. Absolutisht. Dhe shteti ynë, shtëpia jonë në Kosovë është e të gjithëve. Nuk ka qytetar të rande dytë në Kosovë, nuk ka qytetar të diskriminuar në Kosovë. Kosova nuk është e dikujt më shumë e dikujt më pak. Por A ka diçka të tillë që tingëllon si e tillë? Demografikisht dhe praktikisht dihet edhe është tepër e qartë se kush është i zoti i shtëpisë në Kosovë. Dhe i zoti i shtëpisë, po them me qëllim këto terme më arkaike, i zoti i shtëpisë është ai që zgjat dorën për të marrë të vezlet dhe për të vendosur brenda shtëpisë, cilën vetëm në atë formë ne mund të marrim shtetin ndërkombëtare, perëndimore, për të vendosur, ta themi, sikur se është vendosur KFOR-i në kufit me Serbinë. Vetëm në atë formë ne e dëshmojmë vullnetin ton politik për të mos u kthy në narracione ose në tregime cilat mbi gjitha e dëmtojnë ekzistencën e shtetit tonë, sepse ekzistenca e shtetit tonë është e lidhur ngushtë me këtë model, dhe vetëm ky model është më i suksesshëm në Ballkan nëse duam ta mbajmë shtetin tonë. Nëse nuk duam ta mbajmë shtetin tonë, atëherë është shumë e thjeshtë të themi duam që ta ndajmë, dhunshëm apo ta zhdukim, dhe zhdukja e një shteti nuk është fundi i botës as për perëndimin, as për lindjen, është fundi i botës vetëm për ne. Pra nëse ne e kuptojmë që dobësimi, zhdukja e shtetit të Kosovës është fundi i botës vetëm për ne shqiptarët në Kosovë, madje as për serbët në Kosovë nuk është fundi i botës, është vetëm për shqiptarët në Kosovë fundi i botës, atëherë duhet ta ndërtojmë këtë strategjinë për cilën unë po lobaj vazhdimisht. Mirë, Bori, më ne po ndërprej intervistën këtu për shkak se nuk kemi çka të shtojmë mas kësaj çka e thatë, do të thonë për me mujt me mbajt shtetin paraprakisht përveç se me e dasht në aspektin kështu diskursiv, do të edhe me punu dhe me pa si një ambrell ku të gjithëve na mbron dhe ku të gjithë e mbrojmë vetë këtë. Faleminderit shumë që ishim Prizma. Klasi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.